Përshëndetje dhe sërish mirë se u gjejmë shikues të nderuar edhe me këtë emision të realizuar në Tetov. Më saktë jemi këtu në Spitalin Klinik të Tetovës, edhe më saktë në repartin e urologjisë, ku erdhëm për të takuar me doktor Florin Dearin, specialist urolog, dhe për të marrë informacionet pak më të detajzuara rreth asaj se cilat krejt shërbime i ofron ky repart në këtë Spital Klinik të Tetovës, por duke i falenderuar doktorit fillimisht që na pranuan. Doktor, mirë se u gjeta, dolet nga salla e operacionit, pritëm pak, por shumë normal, kërkoj ndjes ndoshta është koha kur keni edhe pacient tjerë, por megjithatë ne jemi këtu për të informuar qytetarët se cilat janë ato shërbime, cilat i ofron ky repart, pastaj cilat janë edhe problemet më të shpeshta të fushës së urologjisë. Pra, faleminderit shumë për vizitën. Siç e patë edhe vetë ishim në sallë me ca intervenime të planifikuara për ditën e sodit, jo se i kemi mbaruar, po tash do e krejmë këtë procedurë dhe të vazhdojmë me punën. Pra, për momentin ishim duke bërë një operacion i cili e ka emrin hidrocel. Që i bie? Që i bie është një diagnoz që shfaqet në skrotum, mbushet një pjesës së të dyja testiset me ujë dhe bëhet një farloj intervenimi, nxirret do me thënë qesje e ujit e cila është krijuar në atë anë të skrotumit dhe normal përfundon operacion. Zakonisht llogaritet si ndërhyrje kirurgjikale e rëndë apo më e lehtë, sepse nuk ka ndërhyrje kirurgjikale të lehta, është më e lehtë edhe llogaritet operacioni i hapur, edhe pse mendoj se ne në klinikën e Tetovës, sidomos në repartin e urologjisë, jemi avancuar në drejtim të operacioneve urologjike që bëhen. Shumë pak operacione klasike ose të hapura kemi në repartin urologjik, do me thënë më shumë tash bëjmë operacione endoskopike dhe laparaskopike. Do me thënë jemi ngritur në nivel pak më të lartë në krahasim me vitet e kaluara. Normal edhe për këtë e falenderoj shumë udhëheqësinë e Spitalit Klinik të Tetovës që na kanë ofruar aparatura të avancuara për shërbim të qytetarëve. Mbasi jemi tek reparti juaj, thatë se keni aparaturën tani të nevojshme ashtu. Thatë, cilat janë ato probleme më të shpeshta të cilat po i trajtoni tashmë e të cilat nuk kanë nevojë ju si mjek të dërgoni edhe kolegët e juaj të dërgoni pacientët e kësaj jane në Shkup apo në vende tjera? Reparti i urologjisë përfshin një diapazon më të gjerë të sëmundjeve urologjike tek na, po dihet se njihet, do me thënë, urologjia si repart për prostatë. Nuk është e vetmja, ka njerëz që kanë pacientë simptoma të ndryshme, diagnoza të ndryshme dhe operacione të ndryshme, të cilat i kryejnë këto. Zakonisht, në Spitalin Klinik të Tetovës, pikëpari edhe për opinionin, kryhen të gjitha operacionet e mundshme urologjike këtu në Tetovë. Jemi një ekip, mendoj se të edukuar mirë, për kryerjen e të gjitha problemeve urologjike, si ato më të letat deri më të rëndat, karcinomet, urolitiazët, prostatën, tumorët, gjithçka. 4 vjet jeni specialist në këtë spital. Sa intervenime, nëse i keni numëruar, them kushtimisht kështu, apo parafërsisht, edhe cilat kanë qenë më të shpeshta dhe a janë gjitha çdo herë të suksesshme? Në repartin tonë, zakonisht bëhen 700 deri 1000 intervenime brenda vitit. Flas për intervenime kirurgjikale, cilat janë të hapura parafërsisht 20% dhe 80% janë operacione endoskopike dhe laparaskopike. Të gjithë kolegët bëjmë intervenime, pa marrë parasysh secili, kemi numër të mjaftueshëm si unë edhe tjerët. Doktor, do të thot para se të vini ju, normal se patë mundësi të takojmë edhe me pacientë që të vizituam në dhoma, por normal se nuk duan dalin para kamerës, më besoni i luta ose i pyeta se cilat janë të mirat, po edhe problemet cilat i kanë ose i kanë hasur këtu në këtë repart, nuk pata ndonjë ankesë
me motrën kryesore, gjithashtu me motra tjera. Na informuan se po thonë se patën pacient, cilët edhe i takuam madje edhe nga manastiri. A do thotë kjo se në Spitalin Klinik të Tetovës vinë vetëm pacientët e kësaj ane, apo vinë dhe mund vinë edhe pacientët të cilët jetojnë jashtë Tetovës? Reparti i urologjisë në Spitali Klinik të Tetovës është i hapur për të gjitha qytetet e Republikës Maqedonisë së Veriut. Do me thënë, nuk është repart lokal. E përfshim po logun dhe normal edhe qytetet tjera nëse nuk gjejnë trajtimin e nevojshëm në për qytetet tjera. E keni takuar edhe vetë pacientin i cili ishte nga manastiri, duhet nesër kismet të operohet, ka një tumor të fshikësës urinare, duhet kry me, ato i thonë me laser, do me thënë është një intervenim relativisht i lehtë, bëhet në mënyrë transuretrale, resektohet tumori, rinë 1-2 pacienti në repart edhe shohet në shtëpi, normal materialin e qenë patologji kemi ato procedurat tona, por relativisht është intervenim i lehtë edhe që kemi gati çdo ditë intervenime të tilla këto. Normal, si ceka edhe më herët, jemi avancu edhe me sa aparatura tjera të cilat na kanë munguar në repartin tonë, sidomos së fund mi bëjmë edhe biopsinë e prostatës, e cila na jep një informacion për të ndaj, do me thënë, infeksionin e prostatës apo prostatitin kronik prej tumorit, në bazë analizës së PSA-s që bëjmë gati të çdo pacient që ka probleme me prostatën. Ato që kam një PSA të lartë, i trajtojmë me antibiotik. Nëse nuk bie PSA-ja pas trajtimit me antibiotik, preferohet të bëhet një biopsi e prostatës ose një rezonancë magnetike për prostatën. Biopsinë e prostatës e bëjmë këtu, është si një inovacion për këtë repart, për këtë repart, se normal në kanë munguar aparaturat, e faleminderova UDC-n, prap i them faleminderit, që na jep edhe neve mundësinë të punojmë më shumë dhe të krijojmë shërbime normal pacientë. Sa pacientët vinë dhe e bëjnë biopsin këtu? Se me të vërtetë ndëse është risi, edhe dini edhe vetë se zakonisht pothuajse pjesa dërmuese e qytetarëve, disi lakmojnë, do të shprehem, kështu të shkojnë në klinikat universitare në Shkup, përderisa kemi edhe urolog në qytetet e ndryshme. Ka pacientë që nuk e dinë se biopsia e prostatës bëhet në Spitalin Klinik të Tetovës. Tash në 90% pacientëve që i kemi ne pacient që vinë për kontrol këtu, bëhen normal, këtu e bëjmë biopsin, ata që pranojnë, nuk diskutohet. Spitali Klinik i Shkupit, urologjia është më ngarkuar, se normal pranon pacient për gjithë vendit, edhe nuk kanë hapësirë kolegët të krijnë shërbimet aq shpejt. Tute ne jemi më të relaksuar në krahasim me klinikën edhe e marrin në shërbimin shumë më shpejt. Edhe kemi një numër që na vjen edhe prej qyteteve tjera, sidomos prej Gostivarit, Tetovës i përfshijmë gjithë. Po. Kur jemi tek biopsia në prostatë, si ju si specialist urolog do e kishit sqaruar mendimin ose opinionin e popullatës që mbizotron në përgjithësi se po që se bëhet biopsia ose preket, domethënë eventualisht të themi, domethënë ndonjë smundje malinje mund të përhapet. Si e komentoni ju këtë? A keni pas pyetje të tilla? Kemi pas pyetje. Normal pacientit çfarë nuk i vjen në mendime, ne ja sqarojmë, kemi për obligim t'ja sqarojmë se nëse kapet në fazat fillestare, do me thonë procesi malign i prostatës është i shërueshëm me operacion ose me terapi hormonale. Kështu që i sugjeroj të gjithë pacientët, nuk është turp të vinë të kontrollohen në urolog për prostatën, të bëjnë një laboratori, një tumor marker prostatës dhe nëse i tili në del lartë, atëherë normal që duhet të bëhet një biopsi e prostatës. Mendoj se pacienti nëse kapet në fazat fillestare, shërohet plotësisht. Atëherë na thoni shenjat e para dhe më pas në cilën moshë duhet bëhet kontrolla e parë?
Kontrollet e para urologjike flas për prostatën. Deri tani po flasim për prostatën, se gjithsesi ne do i kushtojmë edhe minuta për probleme tjera urologjike. 25 vjet, 50 e lartë duhet bëhen kontrolle të rutinë të prostatës pa marrë parasysh ke simptoma apo jo. Vetëm me ultrazë apo? Me ultrazë na jep një informacion të bollshëm normal për mallsinë e prostatës dhe problemet që i bën ajo. Po normal na duhet edhe një urinokulturë, na duhet një tumor markër, edhe pastaj procedura tjera normal nëse ka nevojë edhe për një intervenim. Simptomi i parë që bën me dije se simptomi i parë mund të kenë probleme. Zakonisht pacienti ankohet për urinim të shpesh, djegje urinës, urinim natën, ngadalësim të urinimit, djegje gjatë urinimit. Këto janë përgjithësi simptomat që vijnë për një hiperplazie të prostatës. Por nëse kemi gjakderdhje gjatë, nëse kanë, domethënë gjakderdhje gjatë urinimit, atëherë më veç çka do të thotë kjo është gjendja lagmuese? Hematuri e ka emrin, domethënë gjakosja gjatë urinimit, nuk domethënë se vijnë vetëm prej prostatës. Duhet bën edhe analiza tjera, mund të jetë një infeksion i prostatës, mund të jetë infeksion i fshikës urinare, mund të jetë gur në veshk ureter ose fshikës, mund të jenë procese malinje. Do më thënë, ka disa arsye që sjellin deri në hematuri ose gjakosje gjatë urinimit. Do më thënë, a përfundojnë gjitha rastet me operacion, edhe çka pas operacionit, edhe ne eventualisht në cilat raste i dërgoni me vesh në klinikat universitare. Edhe a ka raste të këtilla? Si thash edhe më përpara, gjitha rastet kryhen këtu në Spitalin Klinik të Tetovës. Kemi bë operacione që llogariten më të rënda në repartet e urologjisë, prostatektomi radikale, zakonisht pacientët të cilat kanë karcinom të prostatës, të operueshëm. Nëse ka për fazën më të vonshme, normal atëherë trajtohen në onkologji. Kemi bërë edhe cistoprostatektomi radikale, briker, disa raste është tumoret e fshikës urinare infiltrative, atëherë bëhet një operacion është pak më i madh se duhet të dalet gjithë fshikësa urinare, bëhet një qese vogël prezorës hall, edhe po kam qëllimin se edhe operacionet e tilla i krejnë këto. Mos flasim për operacionet tjera që janë më të lehta krahasim me këto sëmundjet malinje. Doktor, zakonisht kirurgët flasin për operacione, po ku është këtu domethënë çështja e trajtimit të sëmundjeve tjera, siç thatë përmendet disa diagnoza. Çfarë krejt mund të bëni që t'i trajtoni, se këtu kemi edhe pacientë të shlirë të cilët ndoshta edhe nuk janë operuar dhe nuk duhet të operojnë, por ja kanë infekcione të ndryshme, qoftë urinare apo problemet cilat ju tani normal do na sqaroni për çfarë bëhet fjalë. Ne mundohemi që pacientët më pak t'i mbajmë në spital nëse nuk kanë nevojë për hospitalizim. Normal, pacientët në repartin tonë janë 90% pacientë të cilët janë operuar për ndonjë arsye. Shumë pak ka pacientë vetëm me infeksionet urinare. Zakonisht i mbajmë pacientët të cilët e kanë një infeksion të epididimitit, do me thënë është proces që shërohet pak më ngadalë. Kemi pacient me urinokulturë pozitive i cili nuk trajtohet në mënyrë tabletare, por në mënyrë venoze, intravenoze, me të cilët nuk mund të trajtohen edhe të mjekua. Jemi të detyrueshëm t'i pranojmë edhe t'i trajtojmë këto. Zakonisht pacientët në repartin urologjik janë me kalkuloz. Do me thënë me gur, në veshka, në ureter edhe në fshikëzën urinare. Sidomos sot kishim pacient me gur në fshikëzën urinare, kish 2 gur, ja them, mendoj se nesër do i keshpi. Shkoj gjithë shka në rrevë. Nëse këtë pjesë të prostatës dhe problemeve ose operacioneve që i bët sot e përmbyllëm si pas jush, a shkojmë edhe me probleme tjera më të shpeshta në fushën e urologjisë, sepse kjo fushë nuk prek vetëm, ose këto probleme të kësaj fushë të mjekësisë ose urologjike, nuk i prekin vetëm meshkujt. Ne kemi edhe femra ose gjinia femrore cila preket nga një sër sëmundjesh urologjike, duke filluar nga gurët në veshke, infekcionet e ndryshme, kështu me radhë. Urologjiaza është e njëjtë, se të di gjiniti kanë veshkët edhe ureteret edhe fshikëzën, pa dallim.
kanë infeksionet urinare, po ashtu janë të njëjta, sidomos të gratë janë më të shpeshta për shkak edhe uretrës të shkurtër, sidomos kohën e verës që bëjnë banja në për pishina, ka infeksione urinare. Po zakonisht diagnozat më të shpeshta që i përfshin edhe meshkujt edhe burrat janë urolitiaza, do më thënë gurët në veshka, në ureter dhe në fshikëzën urinare. Është patologjia ndoshta më e shpesht urologjike, po për fat të mirë kemi aparaturën e duhur, ndoshta edhe më të mirën në rajon për gurët në veshka. Kemi marrë tash një aparatur falë drejtorit, një fleksibilën renoskop, i cili futet deri në veshk lartë edhe e gjen gurin normal. Edhe e thejmë, e pastrojmë pacientin, mendoj se secili pacient del shumë i kënaqur. Ja shpëtosht thjesht një veshk. Gjithsesi, përveç informimit të qytetarëve rreth shërbimeve që i trajtoni këtu, ne shfrytëzojmë rastin zakonisht të marrim edhe këshilla, informacione që kanë të bëjnë para se gjithash me parandalimin dhe diagnostikimin e hershëm të gjitha smundjeve, me qenë se kësaj radhe jemi duke folur me ju si urolog, shkojmë domethënë me këto sqarime. Për prostatën mendoj se isha i qartë, domethënë prej moshës 45 deri 50 vjet fillojnë problemet e prostatës, të shfaqen problemet për shkak të prostatës, mirë është në atë moshë të vinë në urolog pa marrë parasysh ku dhe të bëjnë një kontroll rutine urologjike për prostatën. Gurët në veshka, pacienti zakonisht vinë kur i shfaqen simptomat. Nuk do me thënë se s'ka simptoma edhe të vijë thjesht për një kontroll të rutin, shumë rrallë ndodhen. Edhe për infeksionet urinare, edhe për gurët në veshka. Zakonisht vinë kur i kapën ndonjë kolik, do me thënë një dhimbje e madhe për shkak një gurit. Vinë edhe raste që s'kan të bëjnë me urologjin, sidomos diskopatit, se në të njëjtin region fillon thimbja, po për një informacion të pacientëve, zakonisht veshka nëse ka gurë dhe njëna nuk i kapën të dhejat për një herë. Këtu e bëjmë dallimin mes një diskopatie dhe kolike renale, po normal për qeni sigur duhet patjetër të bëjmë kontrollet urologjike, një ultrason dhe mundet një rentgen të traktit urinar. Për të parë është diskopatia, po është problem i ndonjë guri që shfaqen në veshk. Thatë diskopatia i bie probleme me boshtin kurizor dhe thatë se dhimbja ndryshon. A mund të na sqaroni pak, sepse më besoni dhe besoj që ju e dini më mirë se unë, se jo rastisht thatë që vinë pacientët këtu, edhe pastaj del se kanë problem me boshtin kurizor. Si e përshkruajnë pacientët atë dhimbje, doktor? Një urolog pacientin në pamje shef se është, do me thënë, kolik renale apo diskopati. Zakonisht diskopatia, dhimbjet normal janë të mëdhaja, po ashtu si kolika dallojnë intensiteti i dhimbjes. Në kolik pacienti nuk është i qetë, vazhdimisht lëvizën kur ka gurë në veshk. Nuk është i qetë, nuk mund të rije në një pozit, edhe dhimbjen e ka në anën ku e ka gurin. Në diskopati, pacienti nëse me një pozit të rehatshme edhe nuk ka dhimbje. Zakonisht dhimbjet në diskopati janë më shumë në lëvizje. Kur qohet, kur ullet pacienti. Kur i një qetë, nuk ka dhimbje. E guri në veshka jep dhimbjen gjatë gjithë kohës. Thonë se dhem shumë. Ka dhimbje, ka pacient prej dhimbjes madhe dhe alivanosa. Dhe me thënë është dhimbje shumë e madhe. Për fatmirë se kam përjetu, po kemi shumë pacient me dhimbje tilla edhe normal ne kuptojmë me njëherë është diskopatia, po kolik renale. Tani, do me thënë, ju e thatë dhe diku na e sharuat dallimin e këtyre dhimbjeve, çka me diagnostikim? Për urolitia, si fillim duhet një ultrason e cila na tregon gjendjen e veshkëve, një pjesë të ureterit dhe fshikëzës urinare, kur flasim për gurët në veshk. Nëse shohim diçka të dyshim, edhe nuk jemi të sigurt, normal që bëjmë një rentgen të traktit urinar, sidomos një CT urografi na jep informacionin përfundimtar, ka gur ose jo në traktin urinar. Nëse nuk gjejmë ndonjë gur, atëherë jemi shumë të sigurt se
dhimbja i vjen prej diçka tjetër. Siç tham, prej boshtit kurrizor. Përveç boshtit kurrizor, me çfarë krejt tjetër mund të na habisin këto simptome? Infeksionet e apendiksit, zakonisht pacienti, infeksioni i apendiksit, populli e thënë zorëqore, pacientët vinë me dhimbje në anën e djathtë, poshtë, edhe mendojnë shumë pacient tillë kemi që mendojnë se është shkak ndonjë gur, normal duhet bëhet një laboratori, zakonisht gurët nëse janë akut nuk japin infeksione, po japin vetëm hematuri në urin, ndërsa apendiksi nuk jep hematuri në urin, po jep një leukocitoz dhe një CRP të rritur nëse është inflamor. Edhe normal i orientojnë në kirurgjinë abdominale. Përveç gurëve në veshk, cilat janë probleme tjera të cilat i trajtoni kur kemi të bëjmë me veshk? Në veshk në repartin tonë bëhet edhe nefrektomi nëse është një veshk afunksionale ose nëse ka një tumor të veshkës. Kryhet në mënyrë klasike dhe laparoskopike. Flas për veshkë. Bëjmë me laparoskop, kemi bërë shumë intervenime të varikocelës. Janë do varikse të cilat zgjerohen vend të gjakut, e cila e ushqen në fakt testisin, shfaqet e moshat e reja, ndikon në spermatogjenezën e pacientit, bën dëmtimin e spermës dhe prandaj ne bëjmë një ligaturë të venës spermatike, është operacion i shkurt, por bëhet me laparoskop. Do me thënë nuk përdorim përmendat moshën më të re të gjinisë mashkullore se të rinjeve. Cilat janë ato këshilla që doa këshit thënë të rinjeve, që të mos vinë deri tek ju për të bërë këto ndërhyrje, sepse janë ca kontrolla me të vërtetë që hezitojnë gjithë tek e fundit edhe për një kontroll të mjeku popullata jonë disi, po heziton derisa nuk ka dhimbje ose nuk ka ndonjë problem shqetësues, është masa që patjetër ka të vizitojë mjekun. Tek të rinjt i kisha sugjeru që të bëjnë një kontroll normal, një spermogram, po edhe një kontroll të skrotumit. Ka shpesh pacient të cilët për turp ndaj mjekut ose ku e diun e kanë atë frikën e kontrollit edhe e shmangin një problem të testiseve, sidomos të tumoreve të testiseve. Shumica janë tumore malinje edhe duhet do me thënë të kryet intervenim nëse e diagnostifikojmë në kohë të hershme. Mirë është pacientin nëse bën një palpacion, një prekje të testiseve dhe e shef ndonjë konsistencë të fortë, jo si testisi tjetër, mirë është urgjentisht të paraqitet në urolog. Bëjmë një ultrason të skrotumit, bëjmë ca tumor markere, vim në diagnozë përfundimtare, edhe pse të gjitha nuk janë procese malinje, ka edhe infeksione të epididymitit sidomos, po ka pacient thash që vinë shumë vonë të mjeku, edhe pse shohën një zmadhim të testisit, për shkak frikës dhe turpit, e anashkalojnë smundjen, pastaj vinë dhe të avancimi duhet, do me thënë, bëhet përveç oriektomis, duhet bëhen edhe procedura tjera onkologjike. Çka u merr mendja, ku është këtu roli i mjekut familjar, sidomos tek këshillat ose këshilldhëniet tek më të rinjt? Njëherë unë i falenderoj mjekët që kryejnë plot punë se nuk do mundim ne t'i trajtojmë gjithë pacientët. Definitivisht, po. Për këto tema, mendoni se flasin mjekët ose sa është me rëndësi dhe me thënë të flitet me mjekun familjar, sepse pastaj do shumë me rëndësi se gjithë pacientët nuk kanë qasje pacientët direkt me specialistët. Normal çdo pacient si fillim, përveç rasteve urgjente që vinë në urgjencën tonë këtu, është njëherë orientohen të mjeku anë. Edhe mirë është diagnozat të cilet nuk janë për një mjek familjar të orientohen në specialist, normal për shërbim sa më të hershëm të pacientit. Se ka raste që na vinë edhe vonë. Tash nuk mund të fajson mjeku na ose pacientin apo dikund është ajo, do me thonë, vonesa, po mirë është
diagnozat cilat mund të trajtohen në mënyrë ambulatore të mjeku anë, vazhdojnë të i trajtojnë. Ato të cilat duan në kujdes specialistik, të orientojnë tek na, në të mirë të pacientit, nuk diskutohet. Po. A çfarë i shkakton ngurët në veshkë? Ka disa shkaqe. Disa shkaqe, disa dilema, shumë mendime. Tash ka pacient që prodhon gur shkaku i organizmit. Shumë pacientët, do me thënë, uj, pishëm, mos i ka fajet, nuk e besoj. Ka gur që shumica e gurve janë me përmbajtje të kalciumit. Ka pacient që i dërgojnë gurët për analizë dhe shonë normal ato duhet të shmangen ushqimeve që përmbajnë kalcium, sidomos bulmetit. Gurët tjerë janë infektiv, urat. Shumica e gurve janë, do me thënë, që kanë përmbajtje të kalciumit. Shkaku është ushqimi, pirja e lëngjeve, pacientët që konsumojnë më shumë lëngje, tendencën e kanë më të ulët për formohu lëngje. Ato të gazuara apo ato të pagazuara? Kur flas për lëngje, kam qëllimin për ujë. Qëllimi është të pinë sa më shumë lëngje që të kesh shpërlarje të veshkave dhe më shumë diurez. Këto pacientë kanë tendencë më të ulët për të formuar gur, flas në veshka. Pastaj gurët poshtë në fshikëzën urinare janë gur infektiv, por janë edhe për shkak të pengesës së shprazjes urinës për shkak të prostatës. Një urinë reziduale e ngelur në fshikës ka tendenca për të krijuar gur përveç se infeksionit. Tek femrat? Tek femrat konsumimi i lëngjeve dhe ushqime dhe normale dhe organizmi ka që formon gur. Pasi ata nuk kanë prostatë. Edhe, qka pas heqjes së gurëve, thatë, keni aparaturën, keni krejtë, a ka raste kur përsëritet problemi? Edhe qka nëse përsëritet? Prandaj thash ka organizëm që i prodhon gurët. Ka pacient për 3 muaj i kam thënë 3 gurë, do me thënë, pacientët, i ka pat gurët, ama normal nuk mund të krish procedurën për një herë, se kemi edhe një afat kohor sa mund të punojmë për një rast. Sidomos kur them ke gurët, se bëhet me shpërlarje ujtë, edhe deri 1 orë lejohet punosh. Nëse ka më shumë gurë, je i detyruar të ndalosh, do me thonë, operacionin, vazhdosh me aktin e ditë. Ka pacient që prodhon, ka pacient që e ka anashkalu, do me thonë, problemin. Ne e kemi tregu se ka një gurë dhe duhet bëhet një intervenim, vejnë pas 1 viti, pas 2 viti, ai guri prej 1 centimetër është bëhet 2 apo 3. Edhe normal është më vështirë edhe për ne edhe për atë për ta trajtuar. Do me thënë duhet bëhet 1 ose 2 akte për ta thënë të njëjtin gur i cili ka mund të krihet përgjithësore. Deri në cila është ajo madhësi e cila mund të durojë, do me thënë, veshkë? Që të mbartë në vete, të mba në vete? Nuk, do me thënë, gurët ka veshkë e cila është përplotë e mbushët me gurë. Ka, i themi, gurë koraliform. Normal ata janë pak më të vështirë për të trajtuar. Gurët më të dhej bëhen në fshikëzën urinare. Para, ndoshta ka 2 muaj, kemi bëhen normal në mënyrë klasike, gurë deri në 9 cm, e kemi nxjerrë prej fshikëzës urinare, edhe pacienti është shumë me erdit sotit. Një nga simptomet e para që ndoshta mund të bëjnë me dije se kanë probleme me veshkët është edhe analizat e urinës. Bilirubinet, më dikmoni vazhdoni si qka? Një analizë e thjeshtë të urinës mund në tregojë gjakosje në urinë, një protein uri, glukoz uri, pacientët të cilët janë me diabet, nuk ka të bëje me veshkët, ka të bëje me nivelin e lartë të shiqerit, leukocitos, infekcion të urinës, na japën një farloj informacioni, do me thënë, për traktin urinar, jo se direkt për veshkës, se s'dim ku është problemi, kontrollat tjera, është të ke veshkët të ureterit, apo të fshikëza urinare, apo të uretra. Urina na jep një informacion, pak a shumë na orienton se ku mund t'jetë problemi. Normal ka edhe analizat të gjakut, pastaj urea kreatinin që tregon punën e veshkës, do me thënë si funksionon veshka, a ka ndonjë pengesë, zakonisht veshka kur është e dëmtuar për shkak ndonjë patologji tjetër dhe nuk ka ndonjë pengesë
që atëhere nuk është rasti për ne, duhet trajtohet në nefrologji, por nëse ka ndonjë pengesë, ndonjë tumor ose gur ose ndonjë stenoz të uretereve dhe kemi një hidronefroz, atë rastin e marrim ne si urolog edhe mendoj se ato pacient shëroha. Pajtoheni me konstatimin tim ose mendimin tim se pjesa dërmuese e pacientëve të cilët ndoshta më veç kur do kenë probleme kaq serioze, mund ta dallojnë nefrologun dhe urologun edhe ku të drejtohen nëse nuk i drejton mjeku am. Ku është këtu, domethënë, sipas jush ai kufiri? Edhe kur keni momente kur domosdo jeni në konsultim me nefrologun? Është shumë e qartë. Domethënë, ne jemi hirurg urolog. Ata janë nefrolog. Ato merren vetëm me patologjinë e veshkës, a ne merremi me kirurgjinë e veshkës. Do me thënë, nëse veshka duhet trajtohet vetëm me terapi ampulare ose tabletare, i takon nefrologjisë. Nëse duhet bëhet ndonjë intervenim kirurgjikal, takon urologut. Çfarë do ishte ajo që do kishit dashur ta ndani me shikuesit e emisionit Provita në aspekt para se gjitha gjithmonë janë për parandalim, diagnostikim të hershëm e pastaj edhe për trajtim? Normal, kur flasim për prostatën, thash që duhet vënë pak më herët se sa të vijë deri te simptomat më të mëdha, të bëjmë sa kontrollet rutine të prostatës. Flasim për meshkujt. Gratë, normal edhe burrat që i kanë si diagnoza të njëjta, urolitiazën, mirë është të bëjnë një ultrason spaku një herë në vit në urolog apo diku tjetër për të marrë një informacion ka ndonjë gur në veshk ose një stas, ndonjë ndalim dikundi apo jo. Edhe normal për infeksionet urinare vetëm nëse kanë infeksione shqetësime, ne jemi këtu të hapur të ndihmojmë çdo pacient. Edhe një këshill në aspektet parandalimit sa i përket tani sepse jemi në stinën e verës apo jo. Dhe tani vizitohen vende turistike, vizitohen pishinat të ndryshme, ndoshta higjiena nuk është në aq nivel sa duhet, apo ndoshta edhe urnani vazhdoni. Nuk diskutohet që duhet të kenë një higjienë të ruajtur për të eliminuar infeksionet urinare. I kisha sugjeru të kenë kujdes të konsumojnë më shumë lëngje, sidomos tash në temperaturat e verës, se pacienti nëse konsumon për shembull 2 litër lëngje, një e djersit edhe shumë pak del nga trakti urinar, duhet konsumojmë më shumë lëngje për të shmang infeksionet dhe gurët në veshka. Doktor, faleminderit. Faleminderit edhe juve. Besoj që do shifemi ndonjëherë në një nga emisionet tona të drejtë për drejta. Faleminderit. Ne këtu u takuam edhe me një specialist tjetër, me doktor Jusuf Shabanin, i cili është specialist i fushës smundjeve që kanë të bëjnë, unë kështu do them, me lukthin apo me sistemin digestiv, ndërkohë që më saktë se në cilin repart gjindemi do na informon vetë doktori. Doktor, fillimisht faleminderit që ndatë kohë. Na pranuat neve si ekip të Provitës, e ne zakonisht e shfrytëzojmë rastin që çdo herë kur takojmë ndonjë mjek, kur është me kohë ndoshta jo i lirë, po megjithatë shfrytëzojmë rastin që të realizojmë intervista për të informuar shikuesit se cilat janë rrisit e megjithëse sot jemi këtu në Spitalin Klinik të Tetovës, janë në repartin e juaj. Jeni shef i repartit? Po, ju faleminderit edhe juve për vizitën në Spitalin Klinik të Tetovës. Do me thonë, i takojna repartit internistik të smundjeve të mbrëmshme, po përfaqësojna repartin e gastroenterohepatologjisë. Do me thonë, reparti gastroenterohepatologjisë për momentin, do me thonë, posedon kemi staf mjekësor prej 5 mjekëve për momentin, të cilët janë çfarë punojnë rregullisht këtu, edhe staf mjekësor të mesëm janë 3 motra, të cilat vazhdimisht janë këtu në repartin tonë, edhe janë edhe 2-3 mjekë të ri të cilët janë në subspecializim në klinikën e gastroenterohepatologjisë të Shkupit. Me këtë mendoni se si staf jeni i mjaftueshëm për shërbimet që janë të nevojshme për popullatën e kësaj ane? Besoj se për momentin po. Do me thanë, kemi pacientë
prej mbar Maqedonisë për momentin, të cilët imbulojnë, do me thonë punojna endoskopi, bëjna gastroskopi, kolonoskopi për momentin, edhe kemi fillu metoda të reja e cila është për polipektomi, polipet të cilët i hasën në sistemin digestiv, do me thonë në sistemin gastrointestinal, tek pacientët, do me thonë, të qëfar i krejna kontrolat. Pacient më të shpesh, do me thonë, kemi pacient të cilët janë me simptomatologi të lukthit, pacient të cilët paraqiten me simptoma të ndryshme, do me thonë me vjellje, pacient të cilët kanë ankesa të lukthit me hematemes do të thëse, do me thonë, pacientët të cilët gjakosin, edhe me lenj, do me thonë, pacientët të cilët dalin zi nga nevoja e madhë. Do me thonë, këto pacient ma shumë njëherë për spari i trajtojnë në repartin ton internistik. Pastaj vinë në shprehje, do me thonë, endoskopia. Gastroskopia është kur e shiqojmë lukthin të pacienti, do me thonë, me kamerë, për momentin posedojmë aparatur, qëfar kemi, do me thonë, 4 gastroskopa, 4 kolonoskopa i kemi në dispozicion, ma para nuk i kemi pas. Kemi fillu prej vitit 2016 e këndej, do me thonë, është plëcu edhe stafi jonë mjekësor për momentin. Edhe mendoj se në të ardhmen kam dëshirë që të hapim edhe vetë, do me thonë, repartin e gastroenterologjisë, do me thonë në kornis të mjekësisë interne. Si repart në vete, se tani i takoni internës, i takoni internës, bashku gjithë, po, do me thonë, kemi dëshirë që të funksionojnë në vetë, i plëtsojnë kushtet, do me thonë, për momentin. Shpresojnë në të ardhmen, se me drejtorin Erzen Helezi, do të krejmë edhe këtë. Do keni staf të mjaftueshëm për të mbajtë një repart në vete? Mendoj se për momentin po kemi. Se me gjithat jeni shef i këti reparti dhe i dini mundësit, i dini... I plotësojnë kushtet edhe në të ardhmen, do me thonë, veç në mungon një procedur për momentin, pacientët, do me thonë, të cilët i udhëzojnë në klinikat e Shkupit, ajo quhet RCP, është një metodë, entero-retrogradna holangiopankreatografia, do me thonë të pacientët të cilët bëhet, do me thonë çfarë hinë gjurëzit në për kanalet. Do me thonë ta kuptojnë shiqiosit, ma lejen, do me thonë veç atë procedur për momentin, do me thonë i udhëzojnë pacientët në Shkup. Metoda tjera, do me thonë i krejnë këtu. Sa është fluksi pacientëve, doktor, edhe kur janë... Fluksi pacientëve, do me thonë, për momentin ambulantët tona, edhe ultrasound, çfarë punojna eho të abdomenit, do me thonë të barkut në spitalin tonë, çdo ditë, do me thonë, kemi 20 deri në 25 pacientë të cilët paraqiten për shërbime mjekësore në ambulantat tona, do me thonë, të janë gjithë pacientë çfarë janë me prioritet. Edhe çdo ditë, do me thonë, kemi të caktuar nga një mjek i cili ka terminet e veta, do me thonë, i cili punon në sistemin e terminin. Të njëjtën gjë mund me thonë, edhe të këta, do me thonë, punon edhe sala e ultrasondës, do me thonë, eho çfarë krejmë të pacientët, do me thonë, arrin numri prej 20 deri në 25 çdo ditë. Edhe endoskopi, këtu punojna, do me thonë, mesatare kemi çdo ditë nga 5 gastroskopi dhe 5 kolonoskopi, 5 ditë në javë. Edhe rastet çfarë janë ma urgjente, do me thonë, kemi thirrje për vikend çfarë janë, edhe ditët tjera, mjekët tonë, do me thonë, i kemi në listë. Për momentin i mbulojnë. Fillojmë, doktor, me atë që mendoni ju se duhet të dinë shikuesit dhe qytetarët sa i përket përmendet problemet më të shpeshta, por në këtë repart, do me thënë, diagnostikohen edhe smundjet të tjera, që do të thotë, mbase thamë, sistemi digestiv, që do të thotë këtu hynë edhe mërqia, pankreasi, kështu me radhë. Çfarë krejt mund të na thoni këtë drejtim? Do me thënë, gjithë të pacientë trajtohen në repartin tonë, edhe do me thënë,
pacientët të cilët në bazën laboratorike, çfarë i shohim, do me thonë çfarë i bëjnë analizat, edhe vendosim se pacienti është se duhet të trajtohet në repartin ton, apo të lëshohet në shtëpi. Pacientët të cilët trajtohen në repart, do me thonë, pastaj vjen në shprehje, do me thonë, kompjuter, do me thonë, analizat laboratorike të pacienti, eho abdomen dhe endoskopi. Në bazë të kësaj, do me thonë, diagnostifikojnë se për çfarë sëmundje bisedot të pacienti. Do me thonë, kemi rastet të cilët janë me ulqera peptike, do me thonë të lukthit, të cilët janë me gjakosje, do me thonë këto pacient, më para gjithë i kemi udhëzu në klinikat të Shkupit, tash i trajtojnë në spitalin tonë, përveç se kur është për ndonjë rast i cili është më i komplikuar. Sipas jush, cilat janë ato raste më të komplikume? Çfarë i bie ajo? Do me thonë, janë pacientë të cilët janë me varikozitete. Varikozitete janë pacientë, do me thonë, të cilët kemi zgjerim të enëve të gjakut, do me thonë në ezofagun, do me thonë ku e përcjellin pacientët ushqimin, ajo e paraqet ezofagun, do me thonë ato pacientët, do me thonë i transportojnë, do me thonë jemi në komunikim me klinikën e Shkupit, me kolegët tanë, do me thonë gjithmonë kemi pas mbështetje. Ato janë prej smundjeve të cilët paraqiten prej cirozës së mëlçisë. Do me thonë janë raste më të komplikume edhe më të ndjeshme. Do me thonë, ato trajtohen në Shkup. Raste tjera kemi pacientë të cilët diagnostifikohen, do me thonë, me pankratit akut. Do me thonë, prej pankrasit, ato pacientë i trajtojnë në këtu. Rastet të cilët janë më të lenta dhe mesatarisht të rënda. Rastet tjera të rënda, do me thonë, i udhëzojnë në Shkup të cilët janë. Kemi pacientë të cilët i diagnostifikojnë me karcinom, të lukthit, me karcinom, do me thonë nëpërmjet endoskopis, me karcinom të kolonit të zores trash. Ato pacientë, jo, ato marrim biopsi, do me thonë të këta pacientë, edhe udhëzojna në histopatologjin, do me thonë në spitalin klinik të Tetovës vinë rezultati dhe pastaj pacienti udhëzohet për në konsultim për në kirurg digestiv edhe në onkolog. Varet se në çfarë stadiumi punohet për karcinomin, edhe para do të bëhet kemoterapi, apo do të ndërhenjë pacienti, do me thonë, operacion. Mbi një dekat, 13-15 vjet jeni këtu, do të thotë, nga jo që keni parë këtu, në cilën fazë vinë pacientët të smundjes apo jo? Se në kemi të problemet me lukthin edhe problemet me organet të ndryshme, po do flasim për secilën veç e veç nga një qik do të thotë, nga atë sa ta dim, ose na përkujtoni se cilat janë problemet dhe simptomet kur duhet vinë tek ju. Me thonë, kemi pacientë të cilët vinë në fazën e parë, kemi pacientë të cilët vinë në fazën e dytë, por kemi pacientë edhe që vinë në fazën e fundit, do me thonë të cilët varet prej smundjes. Am kupton. Apeloj të mjekët anë, do me thonë rastet të cilët e shohin të arsyeshme se nuk mund të zgjedhin, do me thonë kanë ku ta udhëzojnë për moment. Të shkojmë me ndoshta diagnozat ose problemet e lukthit që ne i llogarisim si ndoshta më të lehta, por të cilat pastaj nëse nuk trajtohen me kohë, shkaktojnë një sër probleme. Shtazëm, kam dëgjuar shpesh për helikobakterin, po ja, është një bakterie që shumë rënd trajtohet dhe nëse nuk trajtohet me kohë, shkakton probleme të ndryshme në lukth. Çfarë do na thoni? Sa i përket helikobakterit, do me thonë, të këta pacient, do me thonë, një në fillim bëhet analiza prej serumit, do me thonë prej njak merret të këto pacient, edhe nëse del pozitiv, këto pacient vendohen dhe javë ditë në terapi, e cila është terapi diantibiotik dhe me një blokator të pumpës protonike quhet, edhe pas dijave, pastaj pas 3 muajve, këta pacient duhet të përsëritet, do me thonë, helikobakter pylori prej fecesi, prej nevojës madhe të çdo pacient. Dhe pastaj të shifet a është çrënjos apo jo. Çka nëse nuk trajtohet dhe nuk diagnostikohet me kohë? Nëse nuk trajtohet, do me thonë, mund të paraqiten në ardhmëri pasojat e këta pacient. Ka raste kur edhe mund të paraqiten edhe displazion, do me thonë metaplazion, displazion i mukozës së lukthit.
ka rastet cilët mund të shoqërohen më në fund edhe me gjendje prekanceroze të këta pacientë. Do me thonë duhet të trajtohen gjitha rastet. Sa mundet një internist na bën me dije se duhet vizitojmë gastro? Do me thonë, mjeku am do të trajtoje 5 ditë, 7 ditë pacientin e vetë, edhe shef se am kupton nuk ka rezultat me atë pacient, do me thonë ankesat vazhdojnë tek pacienti, dhimbje të lukthit, am kupton, ose punot për ndonjë ulçer peptike, ose hiperaciditet. Atëherë do me thonë ai pacient duhet të udhëzohet në subspecialist, në gastroenterohepatolog. Pastaj gastroenterohepatologu me një ser analizash më të zgjerume, do me thonë, duke përfshirë këtu pasqyrën klinike, produktet e degradacionit, enzimet, do me thonë statusi enzimatik, e kështu me radhë, do me thonë Helicobacter pylori, pastaj vinë në përfundim, do me thonë se ka nevojt për më të tje, do me thonë, për endoskopi ajo, do me thonë për të bo një gastroskopi të pacient. Dhe me gastroskopi, pastaj do me thonë, është e kretë diçka tjetër, do me thonë, ajo është metodë endoskopike gastroskopi, çfarë në përmjet kamerës, do me thonë, i shqyqojmë gjithë ndryshimet se çfarë janë. Punohet për aciditet, punohet për reflux biliari, cili kthen prej fshikzës tamthit, do me thonë në lukth, punohet për gastrit akut i cili shifet mukoza me si, punohet për gastrit kronik, edhe pastaj punohet për ndonjë fazë tjetër, do me thonë tumor benign apo malign, gjithë ndryshimet çfarë janë patologjike, do me thonë çfarë shihen, do me thonë me endoskop mund t'i shohim. Në atë rast, do me thonë, endoskopisti vendos ka nevojë për të marrë biopsion të pacienti, do me thonë, biopsion është, merret, do me thonë, material, edhe dërgohet në patologji që të shifet në çfarë stadiumi dhe ku është smundje patologjike. E njëjta gjë vlen edhe për zorën e trash, do me thonë, çfarë krihet kolonoskopia, do me thonë, tek pacientët tanë, kemi shumë pacientë sa i përket kolonoskopis prej gjithë Maqedonisë së Veriut, do me thonë në terminet tona nuk i mbillim asnjëherë, siç përmenda, tash për momentin më në fund është edhe një screening kolonoskopi quhet, e cila është e lejuar prej Ministrisë së Shëndetësisë, e falenderojmë për parandalimi vija jo apo jo. Për parandalimin, do me thonë, të smundjeve për diagnostifikimin e karcinomave, do me thonë, polipeve apo karcinomave. Zorën e trash kryesisht. Për zorën e trash kryesisht ta kuptojnë shikuesit tanë, do me thonë i falenderojnë edhe Ministrit të Shëndetësisë, edhe Fondit të Shëndetësisë, do me thonë çfarë kanë mundësu, edhe drejtorit normalisht, çfarë kanë mundësu që të bëhet screening kolonoskopi. Do me thonë screening kolonoskopi sa më shpejt dhe më herët, do me thonë, të diagnostifikohet një smundje, shumë është në interes të pacientit, por normal edhe të mjekut i cili e udhëheq atë pacient. Po mirë, doktor, a e shfrytëzojnë këtë screening program qytetarët e kësaj jane? Po, e shfrytëzojnë, kemi... Sepse e dini dhe vetë se shumë rallë vinë, ose hezitojnë qytetarët vinë të bëjnë një kolonoskopi, e cilja mund të shpëton jetën. Në fillim bëra apel tek mjekët am, po sot do të shfrytëzoj rastin, bëjt të gjithë mjekët am, do me thonë, në gjithë rajonin, po edhe më gjërë, pse jo, pacientët të cilët janë me gjakosje, do me thonë një javë, 2 javë, të gjithë pacientët të udhëzohen tek na. Do me thonë që bëhet screening kolonoskopi. Me gjithë se japin terapi se mendojnë se punohet për hemeroide, am kupton të mbrenshme apo të jashtme të pacientit, edhe i trajtojnë ashtu 2 muaj, 6 muaj, pastaj kur vinë pacientët tek ne, do me thonë është e vonë. Keni rastet të tilla shumë? Kemi edhe ashtu rastet të tilla, më kupton për atë bëj apel publik, nuk humbim prej kësaj. As pacientët, as ne si sistem shëndetësor. Edhe tash, më të rejnë, tash çdo ditë janë të termine kemi për screening kolonoskopi në spitalin klinik tonin. Çfarë të saktohen, ato
i punojna do me thonë jashtë orarit. Çdo ditë i kemi nga dej, do me thonë 10 screening kolonoskopi kemi në javë, për moment. E këto raste që kanë ardhur si raste, do me thënë, për parandalim, unë ashtu do e shpjegoj, si rezultuan? Kemi pacientë të cilët kanë dalë, do me thonë, kolonoskopi e cila është normale gjithë, kemi pacientë që janë has polipe, kemi pacientë që kemi has në karcinom. Do me thonë edhe është marrë biopsi, edhe pacientët janë të udhëzuar pastaj edhe më të tjerë. Screening kolonoskopia ka 2 muaj gati çfarë funksionon. Edhe është shumë mirë. Do me thonë nuk kisha pas kundër asë të ketë edhe screening gastroskopi. Am kupton, pacientët të paraqiten, do me thonë t'i vendoje Ministria e Shëndetësisë në plan program edhe Fondi Shëndetësor, pse jo. Po, sepse me këtë gjatë do me thonë, edhe ashtu mjekët apelojnë që çdo diagnostik i hershëm mund të trajtohet mirë dhe me sukses dhe kja... Do me thonë është në interes të pacientëve tanë, të qytetarëve tanë, do me thonë se çdo gjë sa më shpejt që diagnostifikohet, shkon në favor, në benefit të pacientit edhe të mjekut. Si qëndron puna, do me thënë, në aspekt të gjinive, gjatë këtij screening programit, gratë apo meshkujt kishin më tepër probleme me gjatë screening programit të juaj në metodën e kolonoskopisë? Gjithë çfarë kemi bë kanë qenë 50-50 prej rezultateve çfarë kemi shiqur. A patët edhe më të rinj? Kemi pas edhe më të rinj. Do me thonë janë të përfshirë me mosha prej 40 i kemi pas deri në 65 vjet. Në mënyrë vetanake erdhen me thirrje apo si? Jo, ato janë gjithë të pastrohen, do me thonë pastrohen, se sa i përket kolonoskopisë, pacienti duhet të pastrohet 3 ditë deri në 5 ditë, ka barna, do me thonë, të cilët bashkruajnë, stafi mjekësor i janë i mesëm, edhe do me thonë ati shkruajnë se çfarë ushqimi të konsumojnë ato 5 ditë, do me thonë pastrohen nga ana e mjekëve amë, do me thonë i caktojnë mjekët amë. Çdo mjek amë, do me thonë e ka në sistemin terminim, do me thonë për të caktuar kolonoskopi. Do të thotë nuk i ftojnë nga klinika, po gjithçka shkon përmes mjekut familjari. Jo, gjithçka do me thonë shkon për mjekut amë. Ma mërmenja se mjekët familjari dinë anamnezën e qytetarëve dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do me thonë çdo njeri, çdo pacient, çfarë ka 40 vjet e më lartë, do me thonë e ka të patjetërsueshme, do me thonë të bëje endoskopi, edhe gastroskopi, edhe kolonoskopi. Edhe shumë më herët, do me thonë diagnostifikohen, do me thonë smundjet. Bashkëpunimi i juaj i këtij reparti në raste kur keni nevojë për ndërhyrje kirurgjikale, cilat i bëni këtu në spitalin klinik, se keni edhe kirurg apo jo? Po, si bashkëpunoni dhe në cilat raste ju i mbani këtu në spitalin klinik kur duhet, do me thënë, ti operoni dhe ti trajtoni në mënyrë kirurgjikale? Jo, këto rastet nuk këto raste nuk kërkojnë për trajtim të menjëhershëm, do me thënë derisa vijnë rezultati i histopatologjisë. Me udhëzim i udhëzojnë në kirurg digestiv. Edhe ka rastet të cilët i udhëzojnë në onkolog. Pastaj do me thonë vendosët tek pacientin cilin stadium ka rej, do me thonë në bazë të kompjuterit. Bëhet po kompjuter ose magnet rezonancë të këta pacient, do me thonë shifet, do me thonë a ka metastaza në mëlqi, ajo, edhe në trup. Eventualisht, kur keni nevojë të bëni tek një pacient ndërhyrje kirurgjikale, që do të thotë u aleni kirurgëve. A kemi kirurg në spitalin klinik të Tetovës që ndonjë organ ose ndonjë problem shëndetor që është i ndërlidhur me repartin e gastros mund ta trajtojnë këto? Cilat raste i trajtojnë në spitalin klinik? Kemi raste do me thonë të cilët gjithë të raste i udhëzojnë atë çfarë janë me karcinom në kirurg digestiv, do me thonë në spitalin tonë të Tetovës, edhe raste tjera çfarë kemi i leuse, këto raste do me thonë të cilët i diagnostifikojmë, i udhëzojnë në kirurgji. A kthehemi sërish tek problemet me lukthin. Çfarë i bie hernia në lukth dhe si diagnostikohet? Hernia hiatale, do me thonë, është, do me thonë, në vendi kardia quhet, ezofagu, do me thonë, ku lidhet me lukthin, do me thonë, ajo unanza këtu, të cila
Është, do me thënë, quhet hernia hiatale për ta kuptu shikuesit tanë, do me thënë, është bruhi i lukthit. Do me thënë, bruhi, killa, killa, kështu me radhë, po. Kështu hernia hiatale ka çdo ditë, çdo treti njeri në botë. E pa të si aktivizojnë, si nga shkakton problemës akur? Gjithë njerëzit çfarë janë ma obes, am kupton, çfarë hanë, do me thënë, të pa disciplinuar ushqim, do me thënë kanë hernia hiatale. Do me thënë në bazë të endoskopisë e shohim të këta pacientë. Trajtimi i kësaj, do me thënë trajtimi është këta pacientë duhet të hanë ushqim më shpesh, ma nga pak. Në ditë, edhe ka edhe trajtim kirurgjik, do me thënë, po nuk është tregu deri tash i suksesshëm, edhe ndërhirja çfarë bëhet tek ta pacient për 2-3 vite, do me thënë paraqitet për e njëjta. Ju thatë personat me obezitet, po kemi raste kur edhe personat e dobët. Ka edhe persona të dobët. Do me thënë, nuk ka ndonjë faktor tjetër përveç ushqimit, çfarë është do me thënë me mjekësi, se ki është faktori kryesor. Do me thënë, gjithë është, ndikojnë edhe alkoholi, ndikojnë duhani, jam kupton. Po, do një faktor, do me thënë me mjekësi, se është ki faktor, 100%, nuk është. Se ne shpesh, ne qytetarët kemi dëgjuar se nëse mbajmë diçka shumë rëndë, ma rëndë, po. Atë na shkaktojnë do një bruh, apo herni, do me thënë qoftë në pjesë të ndryshme, po edhe në pjesë të ndryshme të abdomenit, do me thënë paraqiten herni, am kupton, nuk paraqitet vetë ke lukthi apo inguinale, po. Po flasim për lukthin, po. Tjerat problemet lukthit, doktor, cilat janë ato që mendoni se duhet ti cekim edhe simptomet që të dim, do me thënë se me të vërtet kemi problem me do me thënë problemet tjerat lukthit, smundje kemi gastritin akut të lukthit, do me thënë goksojmë, apo si ajo ajo quhet regurgitacion, po, ajo thartin, është gazna. Është problem ajo. Po ma çlirohet lukthi, do me thënë ka aciditet ma tepër, duhet ato pacient gjithë përndryshe quhet GERD apo reflux, do me thënë prej lukthit i cili pacienti e ndjen, ato pacient gjithë i trajtojnë. I trajtojnë po si problem shëndetësor. Me terapi. Është problem shëndetësor serios apo jo? Dhe nëse nuk trajtohet, a mund të shkakton probleme tjera? Në të ardhmen, do me thonë, aciditeti tepër, do me thonë, mund shkaktoje ullkus, do me thonë, ullqerë të lukthit, do me thonë, e cila mund të pasoje me gjakosje apo pa gjakosje, e kështu me radhë. Do me thonë, edhe mund të paraqitet në duodenom, në bulbus, në zorën 12 gishtore, apo veç në lukth. Doktor, mos të harojmë përmendni edhe simptomet e para që na bëjnë me dije që kemi probleme me mëlçin apo pankreasin, e cilat i detektoni edhe ju, apo jo? E që pastaj se si ti trajtojmë. Që kolegët e juaj kirurg. Po, simptomet e para të cilët paraqiten, do me thonë, për mëlçin edhe pankreasin, do me thonë, janë si zakonisht dhimbje, do me thonë, në anën e djathtë, do me thonë, ndërbrejnë. Paraqitet të këta pacient, do me thonë edhe çfarë mirën, do me thonë laboratori nga anë e mjekut tanë, do me thonë enzimet. Edhe në bazë të asaj fillon, do me thonë kërkimi pacientit. Gjithë këta i diagnostifikojmë në bazë të ultrasondës, do me thonë eho abdomen, do me thonë çfarë bëjmë eho të barkut, ta kuptojnë shikuesit, edhe në bazë të asaj i shohim. Ka pacienti steatos apo nuk ka, do me thonë steatos është kur mëlçia është e dhjamosur, am kupton. Me njëherë pas edhe poshtë mëlçis është e vendosur një pjesë edhe fshiksa e tamthit, do me thonë ka gur apo s'ka gur tamthi, am kupton. Pastaj shifet pacienti është ikterik apo jo, do me thonë është i zverdhur nga sklerat e sive apo nga trupi, edhe ajo, do me thonë, në përcakton punohet për ndonjë hepatit A, hepatit B, hepatit C, D, E kështu me radhë. Sa mendoni se ne si qytetar ose si, mos themi pacient, po thjesht si qytetar, e neglizhojmë hepatitin?
Do me thonë, kemi rastet të tilla, do me thonë të cilët... Po, thjesht një verdh, një sarjellët, ashtu. Nuk e dim se mund të vjen deri tek ciroza. Pastaj, është një ndër shkaktarët kryesor, do me thonë hepatiti, edhe prej mjeteve të cilët nëse nuk janë të sterilizume, edhe nga ana e stomatologut, edhe nga ana janë që punojnë në endoskopi, am kupton, shumë ndikojnë këto tek pacientët, do me thonë sa është një instrument i sterilizum. Am kupton edhe të cilët pastaj të gjithë, do me thonë, pasojnë me atë se paraqitet ciroz e malqisë. Që i bje, po thuj se kancer apo kancer? Në Gjermani, do me thonë, cirozën e quajnë tash me mjekësinë më bashkohore, se është e kanceri malqisë. Am kupton, pas shpjegojnë ashtu. Njerëzve për ta kuptu, do me thonë, është një fazë prekanceroze, si me thonë. është e randë. Do me thonë nga dalshme, është punon prej momentit e cilat diagnostikohet tek pacienti, mund të shkojnë kënë varet normale dhe komorbiditetet tjera, se çfarë smundjesh ka pacienti, ka dobësim të zemrës, ka dobësim insuficiencë globale të mushkërive, në kupton respiratore të dobësume, nefrologji, do me thonë me veshkët ka pacienti problema apo s'ka, me sistemet digestive të retë se me organet e sistemit digestiv, do me thonë varen shumë faktorë për atë, se pastaj si është prognoza e më të tjeshme për cirozën të çdo pacient. Do me thonë mund të vlerësohet si individ. Po, cila ishte mënyra më e lehtë për cilën neve ndoshta nuk jemi të vetëdijshëm e mund të infektohemi me hepatitin? Se i takon infektologjisë, po megjithatë po përfundojmë apo jo shpesh tek... Mund nëpërmjet gjelparave, mund nëpërmjet transfuzionit të gjakut, to do me thonë janë mënyrat më të lehta, do me thonë të cilët nuk e dim edhe ne si staf mjekësor, se mund të infektohet pacienti, a më kupton, nëpërmjet thash e përmenda e ceka një nëpërmjet instrumenteve, do me thonë të cilët nuk janë të sterilizuar. Do me thonë këtu në sallat tona mundona maksimalisht që të jenë të sterilizuar me instrumentet, se pastaj mund pasojnë me... Doktor, pa tjetër e kam tani tjeri pak bisedë më tjirë. Kur hynëm këto pyeta, jemi të sigurt këtu, u apitën, a ke frikë. Po normal se nga këto që po i dëgjoj për jush, normal se vazhdimisht jam në ordinata të ndryshme, më shkon me një t'ju pys. Doktor, a jemi se, a ka gjasa bakteria qoftësh pavarësisht se cilja, po ja, Escherichia coli apo pa marrë parasysh cilat bakterie mund të kemi edhe këtu afër nëse s'kan qenë të diagnostikuar. Jo, ato janë gjithkohë në aer, janë edhe bakteret edhe viruset. Jo, le të jetë kjo edhe një arsye që po ju pyes, sepse tash kemi stinën e verës, frekuentimi i qytetarëve, qarkullimi i ynë është shumë më i madh, vizitat në shumë vende e kështu me radhë. Çfarë duhet dim? Gjithçka është të dezinfektimi i duarve. Më kupton. Baktere dhe virusa ato në aer ka jo me miliarde, po me bilione, si thonë. Por ne nuk i shohim ato? Nuk i shohim ato. E çfarë duhet të thotë përveç lagjes së duarve? Edhe gjithë varet, do me thonë, predispozicioni gjenetik i pacientit. E pranon ose se pranon? Një smundje, apo nuk e pranon. Imuniteti. Ajo imuniteti, ajo është, do me thonë. Smundja e verës dhe viruset e ndryshme që e atakojnë luktin dhe pastaj përfundojmë në spital. Me të vjedhura, me barkëqitje i takojnë sektorit. Ato janë gastroenterokolite qohën, që thuhet. Do me thonë, mund të jenë shpeshta tash. Mund të jenë, po, paraqiten. Gastroenterokolite mund të jenë, do me thonë, alimentare prej ushqimeve, do me thonë, prej gjellnave, prej ushqimeve, çfarë kanë shumë baktere. Mund të jenë prej ujit, mund të jenë prej mishit, si zakonisht, më kupton. Edhe gjithë produkteve tjera, do me thonë, të cilët i konsumon njeriu. Do me thonë, paraqiten me simptomat të cilët janë me vjellje dhe me diare, apo barkëqitje. Do me thonë, pacienti mund të arrijë edhe deri në 15 diare, do me thonë, të ketë në ditë, edhe 24 orë, edhe 15 vjellje. Do me thonë, këto trajtohen edhe të një në interno, edhe në infektologji.
Që do thotë të kemi kujdes çfarë konsumojmë tani, çfarë është ajo këshilla juaj? Gjithçka, do me thonë, çfarë është kur janë edhe temperaturat larta, do me thonë, çdo kush, do me thonë, ka kujdes ma shumë prej mishit. Do me thonë, prej akulloreve, prej çfarë kanë, mund paraqitet salmonelloza e kështu me radhë prej qumshtit. Dhe krejt për fund, doktor, duke ju falendruar apo jo, që ndatë kohë dhe ndoshta kështu papritur ju takova dhe u munduam që këtë intervistë të parë me ju në Provita të realizojmë sot. Çfarë është ajo që do kishit thënë për shikuesit e emisionit Provita në aspekt të parandalimit, diagnostikimit e hershëm dhe gjithsesi çka mendoni ju që duhet të dimë ne në aspekt të kësaj teme? Do me thonë, gjithë pacientët, do me thonë, u sugjerojnë, i apelojnë që gjithë çfarë i përmendëm, do me thonë, simptomatologjin rreth smundjeve, mund të paraqiten lirisht, do me thonë, në repartin tonë dhe deri tash e tregova, do me thonë, se ku i krine në për ambulanta, në eho, në endoskopi e kështu me radhë. Edhe juve, ju faleminderojmë shumë. Ju falenderoj dhe juve shikues të nderuar që edhe me këtë emision ishit bashkë me ne. Shihemi të hënën e ardhshme me vazhbisedues dhe temë tjetër. Deri atëherë mirëmbëjtje shikues të nderuar.